Bëj mirë se në një forum apo në një tjetër, në një kohë të tashme apo të ardhme, do të kthehet. Mos bëj keq, sepse në një kohë tanishme ngrihet një lutje dhe në një kohë të ardhme zbret një lutje. Zbret një mallkim, zbret një vuajtje, zbret një psim, sepse në kjo botë nuk ka ikur askush pa vujtur, pa qarë, pa lotuar, dhe mbi të gjitha nga kjo botë nuk ka ikur kush pa larë ato që ka bërë. Bëj mirë se në një forum apo në një tjetër do të kthehet. Mos bëj keq, sepse dhe i keqja në një rrugë apo në një tjetër do të kthehet. Qoftë më shumë, as qoftë më pak, çdo gjë lahet dhe merret hak. Dëgjoj shumë njerëz që thonë besoj në Kur'an. Jo, nuk ka nevojë të besosh. Ka nevojë që ti mos të veprosh. Sepse shikoj shumë njerëz që thonë janë besimtar dhe besojnë vërtet në Zot, por hynë në hak dhe nuk bëjnë mirë. E bëjnë mirën thjesht për të rënë në sy. Jo për atë që duhet për të bërë.